Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ilir Karabrahimi dhe do të nisim sot një seri podcastesh që kanë në fokus fuqizimin e vajzave dhe grave dhe adresimin e dhunës me bazë gjinore. Këto podcaste realizohen në kuadër të projektit Rise Her, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga World Vision Albania, si dhe Forumi Gruas Elbasan. Kam kënaqësinë që ta nisim podcastin e parë me zonjën Eliona Elmazi, drejtore ekzekutive e World Vision Albania. Mirë se erdhët dhe kënaqësi ju kemi në podcast. Mirë se u gjeta, Ilir. Faleminderit për ftesën. Është shumë interesante në fakt të flasësh në një kohë të vështirë për Shqipërinë, ndoshta jo dhe shumë të qetë për sa i përket dhunës së grave. Nga ana tjetër, ju jeni një organizatë e njohur ndërkombëtarisht që ushtron aktivitetin e saj prej më shumë se 25 vitesh, në mos gaboj. Dhe krahas punës me fëmijët apo edhe me të rinjt, ju i keni kushtuar një rëndësi të veçantë edhe fuqizimit të gruas apo fuqizimit të grave në shoqërinë shqiptare. Sipas raporteve të tua, të organizatës tuaj, si është situata në Shqipëri për fuqizimin e gruas? Ilir, ju e përmendët që World Vision është një organizatë që ka në fokusin e vetë mirëqënien e fëmijëve dhe të rinjve. Mirëpo në 25 vjet punë, çfarë kemi vënë në re ne është që mirëqënia e fëmijëve dhe të rinjve ndikohet nga disa faktorë. Mund të jenë faktor social, mund të jenë faktor ekonomik, mund të jenë faktor politik, mund të jenë faktor individual, mund të jenë faktor që lidhen me sistemin më të gjerë, siç e përmendët dhe ju. Pra ndikon shumë edhe epoka në të cilën jeton, edhe çfarë është duke ndodhur me vendin ku ti jeton, me shoqërinë ku jeton, në mirëqenien e fëmijëve të atij vendi. Dhe këtë jemi përpjekur gjithmonë që ta kuptojmë nëpërmjet studimeve së pari. Dhe duke i pyetur drejt për drejt njerëzit me të cilët ne punojmë. Pra njerëzit që janë pjesë e komuniteteve ku World Vision zbaton programet e veta. Ne përpiqemi të kuptojmë si e mendojnë ata. Dhe të bëjmë studime pothuajse çdo vit, në mënyrë që të kuptojmë si është situata. Për të hulumtuar pak më shumë në lidhje me faktorët që çojnë ose që pengojnë mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. Dhe një nga këta faktorë është edhe pabarazia gjinore, që në vetvete ndërthur disa faktorë bashkë, që janë social, ekonomik, politik, sistemik, por është edhe pabarazia gjinore dhe një element brenda pabarazisë gjinore, ose që e ka rënjën e vetë të pabarazia gjinore, është dhuna me bazë gjinore. Ta bëjmë pak më thjesht, dhuna me bazë gjinore. Po, është një dhunë e cila është dhunë në fund të ditës, pra nuk ka nevojë që ta përshkruash më tepër se sa kaq, por është një dhunë që ka themelin e vet, rënjën e vet në besime të rënjosura që ne kemi si individ ose si shoqëri në lidhje me mendësinë që ne kemi në lidhje me gjinin. Pra, mashkulli është krye familjari femër ose mashkull. Pra janë besime të cilat lidhen me perceptimin që ne kemi për rolin që duhet të luajë mashkulli dhe rolin që duhet të luajë femra. Dhe këto besime, këto qëndrime që ne kemi brenda vetes ndikojnë në atë që ne mendojmë, në atë që ne themi, në atë që ne bëjmë dhe në vendimet që marrim. Pra në të gjitha shtresat e funksionalitetit të një njeriu, po dhe të shoqërisë, sepse ne njerëzit e përbëjmë shoqërinë. Kështu që këto besime që janë të rënjosura brenda nesh kanë ndikimin e vet dhe ekstremi i këtyre veprimeve shprehet në dhunë. Pra në lëndimin e një personi tjetër për shkak të qëndrimeve dhe të besimeve që ke brenda vetes në lidhje me gjinin e personit tjetër. Kjo është se si unë do ta përshkruaja thjesht dhunën me bazë gjinore. I keni kushtuar një rëndësi të veçantë, pra le të themi fuqizimit të vajzave, fuqizimit të grave, por në fokus kanë qenë edhe fëmijët. A është pikërisht kjo arsyeja, pra sepse çdo gjë fillon që në gjenezë? Është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë, Ilir. Pyetja është shumë e drejtë dhe kjo është arsyeja pse ne kur mundohemi të studiojmë një fenomen për të kuptuar rrënjët e veta,
mundohemi ta shikojmë nga këndvështrime të ndryshme. Dhe në 2021-shin, përpara 3 vjetësh, pak më shumë se 3 vjetësh, ajo që bëm është që pyetëm 464 fëmijë të moshës nga 11 deri në 17 vjeç, në 8 bashki të vendit, ku World Vision punonte, dhe nënat e tyre, pra 464 nëna, të cilat ishin të moshës nga 35 deri në 50 vjeç. Dhe i bëm atyre pyetje që lidheshin, së pari grave, ju bëm pyetje që lidheshin me fuqizimin e tyre. Dhuna me bazë gjinore ishte vetëm një nga aspektet që u matën nga studimi. Pra nuk bëm një studim i cili maste vetëm dhunën. Duhet parë në një këndvështrim tjetër, nuk duhet parë vetëm në një këndvështrim të kufizuar, sepse dhuna lidhet me elemente të tjera. Final, le të themi. Lidhet me elemente të tjera. Kështu që ne pam fuqizimin e gruas, sigurisht që shqyrtuam disa ato që ne i quajmë teori të ndryshimit ose këndvështrime teorike. Shqyrtuam disa, u bazuam jo vetëm në ato që ne kishim brenda për brenda si World Vision, por edhe në organizata të tjera, në institucione të tjera ndërkombëtare, dhe arritëm në përfundimin që nëse do ta studiosh fuqizimin e gruas, duhet shikosh 3 kategori faktorësh të mëdhenj. Së pari janë faktorët personal. Sa vetë vlerësim ka gruaja, pra sa vlerësim ka tek vetja e saj. Cilat janë qëndrimet që ajo vetë ka ndaj pabarazisë gjinore, cilat janë perceptimet që ka për dhunën me bazë gjinore. Pra janë disa nga elementet që përfshihen te kategoria e faktorëve personal. Faktorët e tjerë lidhen me faktorët relacional ose me marrëdhëniet që gruaja, vajza, krijon me të tjerët. Dhe këtu ka një tërësi faktorësh të tjerë që përfshihen, siç mund të jetë sa vendimarrje ka gruaja në jetën e saj, sa kontroll ka mbi asetet e shtëpisë ku ajo jeton, deri në këtë nivel, sa kontroll ka mbi kohën e vet, sepse dhe kjo tregon shumë për fuqizimin që ke si individ, nëse ke kontroll mbi kohën. Sepse shpeshherë kemi parë gruan që të merret vetëm me punë shtëpie, le të themi kështu. Ndërkohë nga ana tjetër kemi dhe sot, në ditët e sotme kemi dhe iniciativa shumë të mira për të përmirësuar dhe këtë klimë të egër, nëse mund të themi kështu, që kemi dhe gra në sipërmarrje apo në parlamentin shqiptar apo në jetë sociale e kudo tjetër. Shumë e drejtë, Ilir, dhe unë do përmend disa nga shifrat të cilat ilustrojnë pikërisht këtë që sapo përmende. Por kontrolli i kohës është një element tjetër që tregon se sa i fuqizuar je. Edhe kjo gjë ishte që u mat gjithashtu nga studimi. Ndërkohë aftësia për të shpërndar përgjegjësitë brenda familjes, pra për të mos e mbajtur gjithë barrën vet, por edhe për ta ndarë këtë me anëtarët e tjerë brenda familjes. Sa e perceptonte gruaja që e kishte këtë aftësi, dhe sigurisht përjetimi real i dhunës. Pra gratë u pyetën në studim nëse e kishin përjetuar dhunën, jo thjesht çfarë perceptonin ato, ose çfarë mendonin ato në lidhje me dhunën me bazë gjinore, por edhe nëse e kishin përjetuar vetë dhunën me bazë gjinore. Dhe kategoria e tretë është kategoria e faktorëve mjedisor, pra mjedisi në të cilin të jeton. Sa akses ke në shërbime, veçanërisht në shërbime ligjore. Pse në shërbime ligjore? Sepse sidomos në rastet e dhunës, kur je një viktim dhune ose dëshmitar dhune, aksesi në shërbime ligjore është shumë i rëndësishëm. Kështu që kjo është një pyetje që është bërë në mënyrë specifike brenda në studim. Siguria e lëvizjes, sa e sigurt ndihesh kur ti lëviz jashtë shtëpisë tënde, në lagjen ku ti jeton, ose kur shkon nga një destinacion në një destinacion tjetër. Studimi ndjes nuk i referohet vetëm zonave rurale. Shiko, ne jemi një organizatë që kryesisht punojmë në zona rurale, por jo vetëm. Pra, janë pyetur, le të themi, dhe gra të cilat jetojnë në zona rurale dhe gra që jetojnë në zona urbane. Kështu që nuk mund të themi me siguri se sa është numri atyre ose përqindja atyre që janë në zona rurale që kanë dhënë një përgjigje të caktuar. Janë pyetur të dy gra të cilat jetojnë në të dy ambientet, në të dy zonat. Kështu që këto ishin faktorët, pra personal, relacional, mjedisor, që u pyetën në lidhje me fuqizimin e grave. Ndërsa për mirëqenien e fëmijëve, fëmijët u pyetën vetë. Tani duhet kuptojmë që janë fëmijë nga mosha 11 deri në 17 vjeç. Ata që janë 17 i kuptojnë pyetjet pak më mirë se ata që janë 11 vjeç, por kanë dhënë përgjigje gjithsesi. Dhe edhe sikur të jetë perceptimi i tyre është i rëndësishëm.
Pra si e perceptojnë ata mirëqenien e tyre në drejtim të edukimit, në drejtim të shëndetit, në drejtim të mbrojtjes, sa të mbrojtur ndjehen, vetëvlerësimi, empatia, reziliencat, pra të gjitha këto elemente të fuqizimit të fëmijës, të mirëqenies së fëmijës, ishin të rëndësishme për të matur dhe ne i kemi pyetur fëmijët për të dhënë përgjigjen lidhje me. Në fakt, besoj se ka qenë një punë shumë e vështirë, sepse të merresh me psikologjinë apo me rrëfimin e një fenomeni mjaft të ndjeshëm, qoftë tek fëmijët apo tek gratë, ndoshta ka patur dhe hezitime për të rrëfyer apo për të treguar një të vërtetë që i prek shumë familje shqiptare. Është e vërtet, Ilir. Jo gjithmonë ata që marrin pjesë në studime të tilla, dhe veçanërisht në këtë studim, ndjehen të gatshëm për të thënë atë që mendojnë realisht. Po i di çfarë ka ndihmuar? Ka ndihmuar fakti që pyetjet janë bërë nga stafi World Vision, që punon drejt për drejt me fëmijët edhe me familjet. Dhe njerëzit kanë besim te stafi World Vision sepse ka vite që punon në zonë. Kështu që nëse të vjen një fytyrë e njohur dhe ti bën këto pyetje, ti ke më shumë predispozit për t'ia treguar, për t'ia rrëfyer. Pra është dhe një farë marrëdhënie që krijohet. Është një marrëdhënie që krijohet. Pra nuk është një fytyrë e panjohur që vjen edhe po të bën disa pyetje në lidhje me jetën tënde, se janë pyetje tepër personale. Që unë të them sa e sigurt të ndjehem kur dal nga shtëpia, po them. Po marr një rast. Kështu që këto ishin faktorët thjesht për t'ju dhënë ju pamjen, kontekstin e studimit, një panoramë të përgjithshme të çështjeve që ne pyetëm në studim. Dhe nëse unë do përmbledhja vetëm në 2 fjali, cilat janë gjërat që mësuam nga studimi, ishte që së pari vetëm 1% e 464 grave, sa i bie 1% e 464 grave, se nuk jam aritmetikisht, nuk jam ndoshta më mirë e mundshme, po besoj diku te 4 veta? 4 persona. 4-5 persona, po. Pra vetëm 4 gra nga 464 që pyetëm, ndiheshin të kompletuara, të fuqizuara në të 3 kategoritë që përmendëm, pra dhe personale, dhe mjedisore, dhe relacionale. Pra nëse flasim, ose nëse shtrojmë pyetjen, a janë gratë më të fuqizuara sot? Edhe rezultati në fakt është për të ardhur keq. 1%. Çfarë duhet bëjmë ne si shoqëri? Do t'i përgjigjem patjetër asaj pyetje, se në fakt do doja që më shumë të ndalem aty, por do doja të shtjelloja gjithashtu disa elemente të tjera për t'ju dhënë pak më shumë thellësi në lidhje me atë se çfarë do të thotë mos jesh i fuqizuar, edhe cilët janë faktorët që ndikojnë. Pra 1% e grave, 6% e fëmijëve. 6% e fëmijëve ishin në mirëqenie të plot, pra përjetonin dhe mirëqenien në drejtim të edukimit cilësor, në drejtim të shëndetit, në drejtim të reziliencës, vetëvlerësimit dhe kështu me radhë. Vetëm 6% e fëmijëve. Dhe këto ishin 2 rezultate nga studimi, të cilat ne na vun përballë përgjegjësisë që duhet bënim diçka. Është pyetja që ju bëhet me shumë të drejtë, çfarë duhet bërë në lidhje me këtë gjë. Dhe kuptuam gjithashtu që kishte lidhje ndërmjet faktorëve. Për shembull, cilat ishin lidhjet? Së pari, kuptuam që kur një nën është e fuqizuar, ajo rrit fëmijë të cilët përjetojnë mirëqenie. Rrit fëmijë të fuqizuar dhe shkurt ne kemi quajtur vetë studimin gra të fuqizuara, fëmijë të fuqizuar. Tani do thoni ju, po a nuk është kjo një klishe, a nuk është kjo diçka që dihet? Nuk mund të zhvillosh dot argumente bindëse nëse nuk e shifra. Dhe deri në atë moment, në Shqipëri, në djenim... Patjetër, sepse është pjesë e faktit. Po, patjetër. Mund të themi çdo ditë më shumë, qoftë edhe në media apo edhe rrjetet sociale, që dhuna është kudo, ama nëse nuk kemi se si ta vërtetojmë, është vetëm një opinion. Pra nëse nuk e një shifër, është thjesht një opinion personal. Dhe shpesh nuk udhëhiqemi nga ato që janë shifrat reale, po udhëhiqemi nga ato që shikojmë në titujt e gazetave ose në titujt e lajmeve. Nuk është titulli i lajmit që duhet të na shqetësojnë, janë shifrat që duhet të na shqetësojnë. Dhe me shifrat mund të komunikosh, mund të bësh një bisedë shumë të mirë dhe të tregojnë një realitet për të cilin duhet bësh diçka. Kështu që ne kuptuam që kur nëna është e fuqizuar, fëmia është e fuqizuar, dhe më konkretisht kur nëna është e fuqizuar, fëmia ka një qëndrim pozitiv ndaj të nxënit, ndaj të mësuarit. Ka më shumë vetbesim dhe do që të mësoj gjëra të reja. Pra ka një lidhje midis kësaj dhe edukimit të fëmijës.
kur nëna ka vetë vlerësim pozitiv, kjo është shumë interesante, fëmia është më i shëndetshëm. Është shumë interesante. Kur nëna ka fuqi vendimarrëse në familje, ka kontroll mbi asetet e shtëpisë, ka një pjesë të kontrollit sigurisht, sepse kur është e martuar do duhet të bashkëndash. Të paktën është në DNA. Absolutisht. Sepse shpeshherë kemi dëgjuar shumë probleme të ngjashme që fshehje pasurisë apo E drejt. nuk kanë vendimarrje në ekonominë e vogël familjare. E drejt. Është në fakt për një shoqëri të emancipuar shkon deri në kufinë e absurditetit, por nga ana tjetër është fakt që besoj e keni reflektuar edhe në raportin. Është reflektuar në studim. Në studimin. Kjo që ju po thoni është reflektuar në studim. Kur nëna ka mirëqenie psikologjike, fëmia ka vetvlerësim më të lartë. Janë të lidhura gjërat. Kështu që kuptuam gjithashtu që niveli i arsimimit të nënës, sa më i lartë të ishte, aq më i lartë edhe fuqizimi që e kishte. Pra ka një lidhje patjetër. Po ishte interesante një fakt tjetër që kur nëna ishte e punësuar, dhe këtu dalim te diçka që ju e përmendën në fillim të bisedës, kur nëna është e punësuar nuk ka shumë kontroll mbi kohën e saj. Sepse të duhet bësh punën e punës, punën e shtëpisë, të merresh me fëmijët, bësh pazaret, pra ka shumë fishim të punëve që duhet të bësh në momentin që je e punësuar. Dhe kjo është e lidhur pastaj edhe me ndarjen e përgjegjësive brenda për brenda familjes. Dhe çfarë ishte e rëndësishme gjithashtu është që 1 në 5 gra thanë që kishin përjetuar, madje më shumë 22% e tyre thanë që kishin përjetuar dhunë me bazë gjinore. Dhe ky është prap një numër që duhet të na vërë përpara alarmit edhe përgjegjësisë. Imagjinoni dot të shikosh 5 gra dhe 1 ndër to ka përjetuar dhunë. Dhe shifra mund të jetë edhe më e lartë. Dakor? Pra, sigurisht ky është një studim. Sepse dikush edhe mund të jetë stepur për të thënë vërtetën apo për të rrëfyer. Pikërisht. Kështu që tani do doja që t'i kthesha asaj pyetjes shumë të rëndësishme që ju bë Ilir, që çfarë do bëjmë në këtë situatë që jemi, sepse nuk ka ndryshuar shumë situata nga 2021 që ne kemi bërë studimin. Dhe ose mund të ketë ndryshuar duke i rritur shifrat, ndoshta. Por këtë nuk mund ta themi. Është hamendësim. Do ishte hamendësim. Në fakt është shumë interesante të dëgjojmë se çfarë duhet bërë, sepse shpeshherë nga politika dëgjojmë që është një fenomen që ndodh në gjithë botën. Po. E vërtet është që ndodh në gjithë botën. Por nga ana tjetër bota është le të themi ndryshe nga ne, është përgjegjëse në nismat që merr për të parandaluar apo për të zbutur këto shifra që për mendimin tim janë vërtet shqetësuese. Dhe ka praktika të mira që ekzistojnë në vende të tjera ose në sisteme të tjera, nga të cilat ne mund të mësojmë. Dhe këtë kemi bërë. Pra ne si World Vision ulën dhe tham, këto janë shifrat, ne duhet bëjmë patjetër diçka për këto shifra. Patjetër, nuk mund të rrim pa e qepur një ndërhyrje në lidhje me këtë situatë. Dhe jo vetëm ajo, po dhe të shikojmë se cilat janë praktikat më të mira që ekzistojnë. Dhe praktikat më të mira që ekzistojnë tregojnë që ka disa qasje që mund të ndërmarrësh, të cilat kanë efekt. Tani, unë nuk e di se sa do surprizoheni ju kur të dëgjoni që këto qasje kanë efekt, po fushatat, për shembull, kanë efekt. Nuk e di sa e besoni ju këtë si gazetar. Që fushatat, personalisht unë besoj sepse është më mirë që të shprehesh se sa të mos shprehesh. Dhe në qoftë se ti dëgjon diçka në një fushat, minimalisht ti je informuar për një fenomen të ngjashëm apo për një çështje të caktuar që trajton ose për një nismë të caktuar që trajton një fushat të caktuar. Pikërisht. Shumë e drejtë. Dhe për këtë arsye ne tham, do të ketë fushata brenda ndërhyrjes. Dhe kemi përcaktuar 5 fushata. Një prej tyre sapo e mbyllëm në dhjetor. Tani kemi hyrë në të dytën. Edhe podcasti që ne, ose biseda që ne po bëjmë sot, është pjesë e një fushate, që ne kemi pjesë të projektit tonë. Këtë projekt ne kemi në bashkëpunim me delegacionin e Bashkimit Evropian, të cilët e ka në prioritetet e veta barazin gjinore, patjetër. Partner tjetër i yni është edhe Forumi i Gruas në Elbasan, që është një organizat e cila operon jo vetëm në Elbasan, edhe në qarkun e Elbasanit në disa bashki të tjera, por edhe më tej, edhe më gjerë.
dhe sigurisht me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale. Dhe fushata e parë që ne ndërmorëm titullohej "Me ty për ty, asnjë justifikim për dhunën". Pra, së pari do duhet të vazhdosh parandalimin, ndërgjegjësimin, informimin, edukimin e publikut të gjerë. Kjo është një nga shtyllat e projektit që ne kemi ndërmarrë. Një shtyllë tjetër që është e rëndësishme është që nëse do të ndryshosh gjendjen e grave dhe të vajzave, atëherë do duhet të punosh ngushtë me ata që punojnë ngushtë me gratë dhe vajzat në përditshmërinë e tyre. Dhe kush janë këta? Janë dy kategori ose dy grupime profesionistësh. Janë organizatat e shoqërisë civile, të cilat punojnë në përditshmëri me gratë, me vajzat, me familjet, dhe janë institucionet në nivel lokal, të cilat ofrojnë mbështetje ose shërbime për to. Kështu që projekti do të punojë me të dy. Shërbime sociale? Shërbime sociale, por jo vetëm, sepse në nivel lokal ka ato që quhen mekanizma të koordinuar të referimit të dhunës me bazë gjinore. Që nëse ndodh një rast dhune, të gjithë këto institucione janë të përfshirë në këtë gjë dhe këtu përfshihet edhe deri dhe policia e shtetit. Gjykata, shërbimi social, shkolla, qendra shëndetësore. Pra, janë disa institucione të cilët kanë përgjegjësinë, rolin, detyrën, mandatin që të përfshihen në këto mekanizma lokal dhe të japin rolin e tyre në rast se ndodh një për mbyllur, le të themi, zinxhirin e funksionimit të shoqërisë. Po. Kështu që projekti do të ofrojë trajnime, ne i quajmë ngritje aftësish, për profesionistët, por do të ofrojë gjithashtu edhe ngritje aftësish për organizatat e shoqërisë civile të cilat punojnë drejt për drejt me gratat dhe me vajzat. Do jepen vetëm 3 grante për startupe për gratë. Do thoni ju pse vetëm 3? Është shumë pak, vetëm 3. Nuk ishte ky qëllimi kryesor i projektit. Sigurisht ka projekte të tjera, ndërhyrje të tjera që mund të ndihmojnë më në masë, le të themi, gratë, në mënyrë që ato të ngrenë sipërmarrjet e tyre. Po në këtë projekt, fokusi kryesor ishte në ndërgjegjësim dhe parandalim, në ngritjen e aftësive të profesionistëve që punojnë drejt për drejt me gratë dhe me vajzat dhe të organizatave shoqërisë civile, dhe këto 3 gratë të cilat do ndihmohen me sipërmarrje do jenë, si të thuash, si një lloj pilotimi i kësaj ndërhyrjeje, por edhe si një lloj shembulli frymëzues për gratë të tjera të cilat do duan që të hapin startupet e tyre ose sipërmarrjet e tyre. Janë parashikuar fushat, le të themi, se Jo, nuk janë parashikuar. Do jetë thjesht zgjedhje rastësore. Është zgjedhja e tyre. Pra do gjykohet se si të vendosin ato vet. Ndërkohë që organizatat e shoqërisë civile do jenë 10, të cilat operojnë në qarkun e Elbasanit, në 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit, dhe 5 prej tyre do të marrin grante nga 20.000 euro. Pra, ka edhe një proces tjetër në cilin këto organizata do mbështeten me është një aspekt shumë i mirë, sepse mund të japësh mundësinë çdo gruaje që të mendojë dhe të marrë, le të themi, guximin për të fuqizuar. Pikërisht. Kështu që këto janë disa nga komponentët e ndërhyrjes që ne ndërtuam. Do thoni ju, a e zauron kjo të gjithë problemet që ju nxori studimi, apo problemet që ka kjo situatë që po jetojmë? Sigurisht që jo. Pra, është shumë e rëndësishme të shprehemi se sa të heshtim. Nga një herë bie poshtë ajo shpreha famshme, heshtja flet më shumë se sa fjala. Është ky rasti që duhet flasim? Po, ky është rasti që duhet flasim. Po. Sepse heshtja do të nënkuptoj që ne jemi duke justifikuar dhunën, jemi duke e pranuar dhunën dhe këtë situatë kështu siç është. Kështu që patjetër duhet flasim për këtë gjë. Por nga ana tjetër aktor kryesor janë edhe burrat apo dhe djemt, sepse shpeshherë mund të jenë ose rrallëherë mund të jenë të dhunuarit, por shpeshherë janë dhe dhunuesit. Si ka qenë ky raporti i bashkëpunimit me djemt dhe burrat? Shumë faleminderit për këtë pyetje. Komponenti i punës me djemt dhe burrat është tepër i rëndësishëm në projektin ton. Tani nuk mund të them që të punosh me djemt dhe me burrat është më e rëndësishme se të punosh me gratë dhe me vajzat.
është njësoj e rëndësishme që të punosh me të dy, edhe me burrat, edhe me gratë. Njësoj e rëndësishme. Por në këtë projekt ne kemi dhënë një fokus të veçantë mentorimit të djemve dhe të burrave që të kuptojnë ku e ka rënjën mendësia e dhunës me bazë gjinore, ku e ka rënjën pabarazia gjinore. Dhe të përpiqen të ndryshojnë disa nga qëndrimet, besimet, praktikat, elementet të stilit të jetës së përditshme, të cilët të çojnë në dhunën me bazë gjinore. Kështu që kjo është një punë tepër e rëndësishme që projekti është duke e kryer tani. Janë ngritur gjithashtu ato që ne kemi quajtur grupe mbështetëse në çdo bashki të qarkut të Elbasanit. Kemi ngritur grupe mbështetëse që janë të përbërë nga gra dhe nga burra, që janë të përbërë nga antar kyç në komunitet, të cilët i njohin problemet e komunitetit, nga organizata shoqërisë civile, antar institucionesh. Kështu që është një nga qasjet që ne besojmë do sjellë fryta në këtë projekt. Le të shpresojmë dhe në përmbyllje unë do doja në fakt të merrja një thirrje ose një mesazh nga ju si qytetare, pse jo edhe si nën, por edhe si grua e shoqërisë shqiptare. Mesazhi im do ishte ky. Gjërat më të rëndësishme në jetë janë shumë të thjeshta. Nuk janë të vështira për të kuptuar, dhe ndoshta as nuk janë të vështira për të bërë. Ne jemi të programuar si qenie njerëzore, si njerëz, që ta dim kur jemi duke e lënduar një njeri tjetër. Ne e dim, brenda vetes e dim. Nuk ka nevojë për një trajnim që të na tregoj çfarë ne e dim thellë brenda vetes tonë. Ndaj mesazhi im është që nuk ka justifikim për dhunën. Dhe nuk ka justifikim për dhunën as nga ai që e kryen dhunën, ai apo ajo që e kryen dhunën, dhe as nga ata të cilët e dëshmojnë kur dhuna është duke ndodhur. Nuk ka justifikim dhe nuk duhet të ketë justifikim. Sepse është e vërtetshme që edhe nëse e ke prirjen për të kryer dhunë, të stoposh veten, të ndalesh, të reflektosh dhe të mos e kryesh. Është shumë herë më e vërtetshme se sa të jesh një njeri i butë i cili nuk kryen dhunë kurrë. Pra virtytin që ti e kultivon brenda vetes, ky është virtyti më i rëndësishëm. Edhe është më afatgjat. Edhe është më i admirueshëm dhe më i fisëm. Nëse nuk e kryen, thjesht nuk e kryen, merr vendimin, është një zgjedhje personale, është një zgjedhje vetjake që secili bën dhe duhet bëj për të mos e kryer dhunën dhe për të mos e justifikuar dhunën, sepse shumë shpesh dëgjohet që ma bëri borxh. Ma bëri borxh dhe prandaj unë e dhunova. Okay? Nuk ka justifikim. Ky është një justifikim. Dhe nuk duhet të ketë justifikime. Do ta mbyllja me fjalët e Wendit, e cila ishte 11 vjeç në kohën kur u bë studimi, sot duhet jetë 14 vjeçë, e cila tha nëse vajzat dhe djemt, pra burrat dhe gratë, do të bënin atë gjë që kanë dëshirë të bëjnë, pa e lënduar njëri tjetrin, vetëm atëherë do të ketë barazi gjinore. Mesazh shumë i bukur realisht. Dhe duke ju falenderuar, shpresoj që mesazhi i sinqert i Wendit të përthithet dhe të distancoj çdo individ dhe çdo qytetar kudo qoftë, jo vetëm në Shqipëri, të distancohet nga dhuna. Faleminderit që ishit pjesë e podcastit. Kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësia ime e lirë. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Ky ishte podcasti i parë Rise Her. Shihemi në podcastin e radhës me të ftuar sociologen Mirela Gjoni
eksperte në çështjet e barazisë gjinore dhe dhunës në familje. Së bashku do të eksplorojmë ndikimin e dhunës në mirëqenien psikologjike të vajzave, grave dhe fëmijëve, plagët emocionale që lën pas, si dhe rrugën drejt shërimit dhe rindërtimit të jetës. Do të jetë një bisedë thellë dhe e nevojshme mbi pasojat e heshtura dhe fuqinë e rimëkëmbjes.